Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet, lajmet më të fundit nga showbizi shqiptar. Tani do të ndaloj tek një çift që vitin e kaluar patën një audiencë shumë të madhe, patën një vëmendje shumë të madhe. Shumica prej shqiptarëve ishin kundër kësaj dashurie, do me thënë nuk dëshironin që kjo gocë të jetë me Bardhin, bëhet fjalë për Sara Gjordenin, por Bardhi nuk dëgjoi askënd, dëgjoi zemrën e tij dhe sot është shumë i lumtur, por ditën e djeshme një diçka e madhe na ka mërzitur të gjithëve. Një lajm që në fakt portalet, titujt e portaleve cituan, u keq kuptua si një ndarje e mundshme. Dyshja e njohur e showbizit shqiptar, Sara dhe Bardhi, po kaloi një periudhë të vështirë për shkak të problemeve shëndetësore. Lajmin e bëri të ditur vetë Sara përmes një postimi të sinqertë dhe emocional në llogarinë e saj në Instagram, ku ndau me ndjekësit një moment personal nga përditshmëria e tyre, duke treguar se ata janë aktualisht nën kujdesin e mjekëve. Në një Insta story që menjëherë tërhoqi vëmendjen e fansave dhe mediave ros, Sara publikoi një video ku shihet së bashku me Bardhin teksa marrin trajtimin mjekësor. Në pamje të dytë shfaqen në një ambient që duket të jetë një klinik apo institucion shëndetësor, të ulur pranë njëri tjetrit dhe të lidhur me aparaturat e terapisë intravenoze. Edhe pse në kushte jo të zakonshme, çifti ruan një atmosferë të qetë edhe pozitive, duke treguar forcën e lidhjes së tyre dhe mbështetjen e ndërsjellët. Sara, e cila njihet për natyrën e saj të drejtë për drejtë dhe të hapur me publikun, ka shoqëruar videon me një mbishkrim prekës ku shkruan: "Të sëmur të dy, sa s'thuhet, por sërish qeshim." Një fjali e shkurtër, por që mbart një mesazh të fortë për rezistencën, dashurinë dhe pozitivitetin përballë të gjithë vështirësive. Megjithse nuk kanë zbuluar detaje të hollësishme mbi gjendjen e tyre shëndetësore apo shkakun e trajtimit që marrin, fansat dhe ndjekësit e çiftit kanë reaguar menjëherë me komente mbështetëse dhe urime për shërim sa më të shpejtë. Në rrjetet sociale janë shpërndar mesazhe dashamirëse ku ndjekësit i përgëzojnë për guximin e treguar, duke ndarë këtë moment të ndjeshëm dhe i urojnë të kalojnë sa më shpejt këtë sfidë shëndetësore. Kujtojmë se Sara dhe Bardhi janë ndër çiftet më të përfolur të medias ros, të cilët pas daljes nga formati i njohur televiziv Big Brother kanë arritur të ruajnë në një marrëdhënie të qëndrueshme dhe të jenë shumë të dashur për publikun shqiptar. Ata janë shpeshherë aktiv në rrjetet sociale, ku ndajnë momente nga jeta e tyre e përditshme, udhëtimet, projektet personale dhe si në këtë rast edhe sfidat që i hasin si çift. Ky postim i fundit ka prekur zemrat e shumë njerëzve, duke shërbyer jo vetëm si një përditësim mbi gjendjen e tyre, por edhe si një frymëzim për të tjerët që mund të jenë duke kaluar situata të ngjashme. Mesazhi i Sarës se pavarësisht gjithçkaja ata gjejnë ende arsye për të buzëqeshur është një dëshmi e fortë e shpirtit luftarak dhe dashurisë së vërtetë që ndajnë. Urojmë që Sara dhe Bardhi të marrin gjithë kujdesin e nevojshëm mjekësor dhe të rikthehen sa më shpejt në gjendje të plotë shëndetësore, shërim të shpejtë dhe forcë të përballuar. Në fakt është ky lajmi që ditën e djeshme na ka shokuar të gjithëve. Sara nuk ka dhënë detaje se për çfarë janë konkretisht në spital, do të thënë për çfarë i ndjekin këto trajtmane. Urojmë që shëndeti i tyre të jetë shumë shpejt në gjendjen më të mirë të mundshme dhe të jetë të rikthehen sa më shpejt pranë neës së tyre. Por gjithsesi, do të thënë edhe në momentet më të vështira, çifti Bardhi dhe Sara janë së bashku. Ne do të takojmë sërish së bashku, juve na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.